Të dashur qytetarë, mirë se e gjejmë njëri tjetrin në këtë të bim madhështor këtu në Gjakov. Në ndajnë veç se 3 javë nga zgjedhjet e 7 qershorit, e këto zgjedhje nuk janë vetëm zgjedhje mes partive. Janë zgjedhje mes 2 ideve për Kosovën. Njëra ide është e jona, e cila e sheh shtetin si të përbashtën tonë më të madhe, si shtetit gjithve, si mjet për drejtësi, për zhvillim, për dinjitet. Ideja tjetër e atyre e sheh shtetin si pronë të pakicës, si privilegj grupor e si pushtet për vete. Në këto vite kemi dëshmuar se qeveria, si një nga shtyllat kryesore të shtetit, mund të jetë në anë të qytetarëve, në anën e pensionistëve, familjeve dhe fëmijëve, punëtorëve në sektorin publik e privat, ushtarëve, policëve e të prodhuesve vendor. Kemi dëshmuar se shteti mund të jetë për krejt, se mund punohet për të gjithë. Prandaj gjithnjë më tepër bashkë po bëhemi shumë e më shumë për shtetin. Një qeveri që e shtrin sovranitetin e shtetit cep në cep vendit, një qeveri që nuk lëshon pe asnjëherë kur janë në pyetje interesat vitale të shtetit, një qeveri e cila e rrit mirëqenjen dhe vë në fokus nënat e fëmijët, fermerët e studentët, punëtorët e veteranët, profesionistët dhe mërgatën, që rrit mirëqenjen dhe heq korrupsionin. Një qeveri e tillë është më se natyrshme të kërkoj besimin e qytetarëve për të vazhduar me mandatin e radhës në shërbimin tuaj. E të dashur qytetar, është krejt absurde të kërkosh votën e qytetarëve duke blokuar punën e qeverisë. Ty lutesh qytetarëve të besojnë edhe një herë duke i kërcënuar se në të kundërtën do të vazhdosh me blokimin e shtetit dhe progresin e vendit. Të detyrosh 1 milion qytetarë të shkojnë sërish në kutitë e votimit vetëm 4 muaj pasi ata në mënyrë plebiscitare e shprehën vullnetin e vet, që dikujt nuk po i pëlqeka. Këta duan ta përshtasin popullin sipas tekeve të tyre, por kjo është e pamundur. Ata që janë lodhur për pushtet duan ta lodhin popullin si vullnet. Populli as nuk kërcënohet, as nuk i përshtatet interesave të ngushta e as nuk lodhet. Ai ka folur qartë e do të flasë sërish edhe më qartë. Të nderuar pjesëmarrës të këtij tubimi, në politikën tonë ka pasur jo rol lista me kandidat